Kjo historia e Justinianit është bërë qesharaka aty. Këta kanë 13 vjet në pushtet. Kur kryetari i grupit Shumicës në një debat krejt lirë i fusi 1-2 deklarata personale kundër një politikani caktuar dhe devijoi tërësisht debati parlamentar i kthei incidenti. Çfarë do thotë, unë shoh si një strategji për ta nxjerrë funksionin në parlamentin jashtë loje. Dhe mos lejojnë që parlamenti të jetë një tribunë e debatit politik, sepse është më lehtë të fyshet e tikosh, sidomos kur ke shumicë numër, se sa të debatosh për reformat e për gjërat. Për shembull, kjo historia, me gjithë respektin që kam për deputetin, i cili është nga më të vjetrit, kjo historia e Justinianit është bërë qesharaka aty. Këta kanë 13 vjet në pushtet dhe mas 13 vjeç do hetojmë. Dhe Justiniani është bërë për një politikan caktuar dhe këta e bën kryetar kuvendit, bën president të Republikës. Dhe deputetën e tyre kanë ish pjesë të asaj strukture. Kështu që duhet ketë një lloj sensmase dhe përgjegjësie, mos i trajtojë edhe publikun si njerëz pa memorie, pa kujtesë dhe pa respekt, sepse na krijon perceptimin që ose kanë humbur lidhje me realitetin, ose superpushteti i bën i mund ndaj çdo lloj kritike publike që ndodh.